lindë dhe rritë në Londër, më ka ra me parë edhe një kulturë krejt tjetër, po si familje jemi kështu shumë patriota, me thonë, dhe kemi pas gjithmonë atë ndjenjën me u kthy në Kosovë, me kontribu në venin tonë, edhe në ratë është më kthy që 15 vjetë jam kthy në Kosovë, edhe më ka ra me pa përmirësime në çdo aspekt. Edhe më bëhet zemra mal kur e shoh, se zakonisht e kena tendencën më fokusu veç te negativja, te gjana që s'janë ka shkojnë mirë në shtetin tonë, po të njëjtën kohë me ndru pak edhe perspektivën e shet që edhe anën tjetër nuk është, adin ka përmirësim, ka shumë, sidomos edhe në botën tem, që unë jam në fokusin e jogës, meditimit, hipnoterapisë. Sidomos periudhën e fundit, vjetëve të fundit e kom pa, që shumë a shumë po ka interesim, e kam pa njerëzit që nuk mjafton veç me bo punë, me shku veç në gjem, punë në gjem, po duhet me bo pak edhe punë, me kthy vëmendjen, energjin të bota jone në brendshme, që ata po gëzona, kështu që hala ka punë, hala duhet me u vetisu ma shumë njerëz. Po prapë kemi një përmirësim situatës, që na gëzon kjo fakt në përgjithësi.